Sot janë njerëzit më të urrëtur në botë sot, ata që thënë la ilaha illallah. Tanë më të urrëtur e tyre ata që i prin atyne. Çfarë është? Ç'është? Në anën tjetër, njerëzit më të vlerësuar, më të ngritur ata që tharasin shirk dhe në kufër dhe veprat e shirkut të kufrit. Ata janë më të çmuar, të respektuar, të vlerësuar, ata janë figura të cilët ka të qofë shishet. Flitet për ta, shërblehen ata, çmohen ata, konsiderohen shtresë e lartë që duhet pasuar, me marr model, me marr shembull. Ç'është kjo punë? Shërë që është prapë për prapë. Pra, qysh me thonë që ky ajet identik nuk i dedikohet edhe që tyne që janë sot. Jo vetëm që luftojnë Islam, katëran të botës. Letra demokraci, për demokraci lirit njerëzve, ku ato lirit njerëzve barazi, ku janë ato, ku peshete? Letra, në letra sa dush për praktikja. Musliman, dorës 2, dorës 3, dorës 4, identiteti tyne, morali tyne, pasionia tyne, çdo sa tyne është e lirë, s'ka problem. Sepse janë më të sa të tjerë. Ç'është? Ç'është realitet sot?